Ju ngjatjeta të nderuar, sot në këtë video do të flas për haxhin, mirë po jo për dispozitat teknike të haxhit, as për farzet, as për vajibet e as për sunnetet e tij. Sot këto para juve do të mundohem t'i gjej përgjigjet e duhura disa pyetjeve shumë të rëndësishme, thelbësore në lidhje me haxhin. E para, çka është haxhi? E dyta, pse bëhet farz haxhi? E treta, cili është misioni kryesor i haxhit ndër njerëzit? Pra, do të mundohem që haxhin ta shpjegoj si një komponent ndër më kryesoret në Islam, por nisur nga revolucioni i dikurshëm i barazis dhe unitetit që ofronte haxhi, tek sfidat e sotshme të komercializimit modern në lidhje me çdo gjë që ndërthuret me haxhin. Dhe po e nisi në këtë formë. Nëse do të pyetej një historian se cili është tubimi më i madh vjetor në historinë e njerëzimit, ai do ta përmendte haxhin. Nëse do t'i kërkohej një sociologu të gjente shembullin më të madh të barazisë njerëzore në praktik në një kohë të caktuar, ai sërish do ta përmendte haxhin. Nëse do t'i kërkohej edhe një teologu të tregonte simbolin më të fuqishëm të unitetit të besimtarve, pa më dyshje ai do ta përmendte dhe do të fliste për haxhin. Megjithatë, të nderuar miq, kudo që jeni, nga kudo që po më përsjellni, është edhe një pyetje tjetër, shumë më e rëndësishme, që duhet shtruar këto dhe rreth së cilës do të përqendrohet i gjithë shpjegimi në këtë video. Apo e përjeton bota islame ende haxhin siç e perceptoi Kurani dhe siç e realizoi Muhamedi alayhi salatu wasalam, apo po përjeton vetëm formën e tij të jashtme, duke e humbur vizionin, misionin, mesazhin dhe përmbajtjen e vet. Përmbajtjen e vet, ky haxh që është një nga 5 shtyllat e Islamit, një nga 5 konditat kryesore mbi të cilat përqendrohet feja islame. Dëgjoni miq, kur miliona njerëz lëvizin drejt Mekës nga çdo cep i globit, nga çdo anë e botës, ata thjesht nuk bëjnë një udhëtim fetar, por ata marrin pjesë në një ritual që do të duhej të prodhonte vetëdije të re dhe shumë të fuqishme. Do të duhej të prodhonte barazi pasi të kthehemi nga haxhi, solidaritet ndërnjerëzor, para së gjithash vetë pastrim moral dhe natyrisht të reflektonte në bashkimin e ummetit. Mirë po, kur shohim se rreth këtij debati qarkullojnë e harxhohen me 10 miliarda dollar në vjet, se janë krijuar edhe kategori luksoze të njerëzve për njerëz me kry haxhin, po ofrohen paketa VIP, VIP dhe dallime klasore edhe brenda haxhit, domosdo lind pyetja apo shërben ende haxhi si një qëllim që e kishte nga koha e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Që të jem i qartë dhe të mos keq kuptohet tema që në fillim, ta them këtë. Nuk është dhe nuk duhet të ekzistoj pyetja
nëse haxhi duhet kryer apo jo. Kjo është punë e kryer, sepse është e përcaktuar me Kur'an, një nga 5 shtyllat e Islamit. Haxhi është themel shoqëror solidariteti dhe barazie, të cilën e thërret dhe e obligon e promovon Islami. Se çfarë është e si është e qysh është, teknikisht do ta shpjegoj në pak minuta pak ma vonë. Këtu dua të them se debati kryesor dhe i vërtet është nëse muslimanët e kanë ruajtur ende mesazhin e haxhit, mesazhin original, apo e kanë shndruar atë në një ritual masiv, ku shpesh edhe humb kuptimi i thellë, filozofik, etik dhe civilizues i haxhit. Dhe pikërisht këto qëndron një nga sfidat më të mëdha të botës islame moderne, që dua të them, kur bota islame e kupton e harron dhe e keq kupton dhe e keq interpreton misionin dhe mesazhin e haxhit, bota islame bie hunebuz, kështu siç ka rasat dhe siç është shndruar vetëm në numër. Përveç përmbajtjes dhe formës që e ka haxhi, e në përmbajtje do të koncentrohem më shumë, haxhi ka dhe diçka të tretën, e cila me patjetër do të përmendet, sepse ato që do të thuhen japin mesazhe fuqiplota, të cilat e pasqyrojnë dhe e qesin në shesh realitetin e haxhit. E para është se haxhi konsiderohet dhe bëhet farz për shkak se është projekti kryesor i unitetit njerëzor. Kur'ani nuk e paraqet haxhin si një akt individual izolues, por si një projekt kolektiv i mbar njerëzimit. Shumë është interesante. Në surën El-Hajj, ajeti 27 i Kur'anit thot tekstualisht, me vëmendje, wa edhin fin nasi bil hajji je'tuke rijalen wa ala kulli dhamirin je'tina min kulli fejgjin amik. Dhe thiri njerëzit për hajj, ata do të vinë të këti në këmbë dhe mbi deve të lodhura, duke ardhur nga çdo rrugë e largët dhe nga çdo cep i botës. A jeni të e pa miq, sa interesant është, Kur'ani këtu nuk i drejtohet vetëm muslimanëve, por flet për njerëzit, en-nasu edhin bin nas. Pra, a jeni duke e parë, miq të dashur, Kur'ani nuk i drejtohet vetëm muslimanëve, por flet për njerëzit, en-nasu, duke treguar pikërisht dimensionin kryesor të haxhit dhe islamit. Dhe ajo është dimensioni universal i këtij institucioni. Në këtë kuptim, haxhi është manifestimi më i madh i asaj që sociologët modern do të quanin bashkësi globale. Shumë shekuj para globalizmit modern, Islami kishte krijuar një mekanizëm që do të sillte njerëzit bashk nga të gjitha anët e botës, nga Afrika, nga Azia, nga Evropa, nga lindja e mesme dhe nga çdo cep i planetës. Një simbolik tjetër, të cilën e ka haxhi, është edhe ajo e Qabës. Do me thonë një qender, një Zot dhe një njerëzim. Qabja, miq, nuk është thjesht një ndërtesë
katërore aty, por ajo simbolizon idenë se njerëzimi do të ketë një orientim moral dhe shpirtëror, ama të përbashkët. Kur miliona njerëz sillen rreth Qabës, mesazhi nuk është adhurimi i gurit, i perdeve, i atij shtofi me të cilën është mbuluar ajo ndërtesë. Por mesazhi kryesor i kësaj Qabe është se nuk ka qendër tjetër absolute përveç Allahut të Madhreshëm. Pra, në një botë kur njerëzit adhurojnë paran, në këtë botë moderne, në të cilën është krijuar trupi i elefantit me shpirt të mijut, në një botë kur pjesa shpirtërore e njeriut, karakteri, morali dhe ato që e formsojnë personalitetin e fuqishëm të njeriut, siç edhe Zoti kanë mbetur mbrapa, në këtë kohë kur paraja është fjala kryesore, pushteti është kryesore, kur flitet për kombe dhe luftohet në emën të kombeve dhe luftra bëhet në emën të kombeve me nacionalizma të rryera deri në përmasat e racizmit, kur flitet për raca kundër racave të tjera dhe kur fjalën e kanë kur ideologjit e kanë fjalën kryesore, Qabja pikërisht në këto momente paraqitet si një rikthim tek një qendër transcendentale, një qendër që është Allahu i Madhreshëm. Një simbolik tjetër që e ka haxhi, ihrami, i cili ose të cilin do të kisha quajtur revolucioni më i fuqishëm i barazisë njerëzore. Dhe është simboli më revolucionar i vet haxhit. Pra, ihrami përfaqëson barazin midis njerëzve, aty kur janë dhe simbolizon nevojën e barazisë ndër njerëzore jashtë hemisferës së haxhit. Dy copa të bardha pëlhure zhdukin aty për aty statusin politik të njerëzve, pasurit, dallimet në pasuri e në pushtet, zhdukin titujt akademik, dallimet e racore, aty me ato dy copa të bardha pëlhure, mbreti dhe punëtori bëhen të njëjtë, milioneri dhe i varfri bëhen të njëjtë në të njëjtin saf krah për krahu, dhe profesori dhe analfabeti bëhen të njëjtë. Aty ma nuk ka dallime midis njerëzve. Çfarë simbolike e fortë e ihramit. Dhe kjo është arsyeja pse shumë sociolog të fesë e kanë quajtur haxhin demokracia më e madhe shpirtërore në botë përgjatë historisë së njerëzimit. Në thelb dhe në fakt, ihrami e ka dhe një simbolik tjetër, e sjell në kujtesën tonë qefinin, atë kumashin, atë pëlhurën me të cilën mbështillet i vdekuri. Ai qefin dhe ai ihram dhe ajo pëlhur e bardhë, sikur i thot njeriut se ashtu si që erdhe në këtë botë pa asgjë, luftove në këtë botë për çdo gjë, ashtu do të largohesh prej saj pa asgjë dhe do të japësh llogari për çdo gjë. Pra, miq, gjendja e ihramit këto, jo vetëm që ndryshon veshjen e një personi, por pezullon së paku përkohësisht të gjitha dallimet e kësaj bote. I pasuri dhe i varfri, i ziu dhe i bardhri, sundimtari dhe i sunduari, të gjitha dallimet zbehen edhe nëse vetëm për pak kohë, vetëm për pak ditë në jetën e këtyre njerëzve. Dhe këto realizohet ajo të cilën sociologu i njohur Viktor Turner
e quan komunitase, që i bje përvoja e barazis dhe e vllazërisë së thellë që njerëzit e përjetojnë kur shlirohen përkohësisht nga pozicionet e tyre të zakonshme shoqërore. Sipas Viktor Turner, që e përmend fjalën komunitase në lidhje me haxhin, ndërthurët edhe momenti kur ne lidhemi në namaz dhe i ngrisëm duar të vesht, lart kështu, dhe i thojmë për pak qaste botës dhe preokupimit me te, se dua të lirohem përkohësisht nga të gjitha brengat dhe pozicionet e deritanishme dhe dua të komunikoj me Allahun e Madhreshëm për të marrë energji dhe atë energji hyjnore pastaj ta përdori si mekanizëm në jetën time dhe ta ndaj me njerëzit të cilët më rrethojnë. Një simbolik tjetër që rrjedh nga një obligim tjetër i kohës së haxhit, tavafi. Njerëzit sillen rreth një qendre të vetme. Shiqoni, rrotullimi rreth Qabës është një nga ritualet më të thella filozofike që mund të trajtohen në lidhje me haxhin. Përse, në univers gjithçka sillet rreth një qendre. Elektronet sillen rreth bërthamës, planetet sillen rreth yjeve, galaktikat janë në lëvizjen e tyre kozmike duke u sillur dhe çdo gjë, kullum fi falaki yasbahun. Çdo gjë noton në natyrë. Njeriu pra gjatë tavafit bëhet pjesë e këtij rendi universal. Dhe mesazhi kryesor i tavafit është, ashtu si universi e ka qendrën e tij, edhe jeta njerëzore duhet ta ketë qendrën e saj morale, rreth së cilës do të sillet, të frymëzohet aty, ta marrë energjien hyjnore, energjin pozitive, të shërbej si rotor në jetën e tij, si generator në jetën e tij, dhe atë energji pastaj ta ndaj fillimisht me njerëzit e familjes, me ata të cilët e rrethojnë dhe të shoqërisë ku ekziston. Një obligim tjetër nga i cili mund të nxjerrët një mesazh shumë domethënës është ajo që quhet sa'i, domethënë ai vrapimi i lehtë midis Safas dhe Merves. Ky vrapim midis Safas dhe Merwa e përkujton kënd, natyrisht, Haxherën, Allahu e pastndriçue. Një grua e vetme dhe e vetmuar dikur në shkretëtir, pa pushtet dhe pa mbrojtje pos mbrojtjes së Allahu xhelleshanuhu. Në traditat e tjera fetare, dëgjoni çto, në traditat e tjera fetare, ideologjike, politike të njerëzimit, shpesh heronjt kryesor janë mbretër, njerëzit e fuqishëm dhe luftëtar trima me shpatë e me armë e me raketa në duar. Mirë po, në haxh, një nga ritualet kryesore, që është sa'i, pra e përkujton një nën, një grua, një nën e vetmuar në shkretëtir, por vetmohuese për të mbajtur të birin e saj gjallë. Në momentet kur me letra mbi tavolinë, siç e përdori këtë simbolik, humbin të gjitha shpresat për të shpërthyer akullnajat e jetës, sa'i i Haxherës na kujton se edhe në ato momente, nëna, me gjithë vështërsitë e mëdha që mund t'i dalim përpara, edhe nëse e vetmuar, punon për shpëtimin, rritjen dhe kultivimin e evladit të vet. Kjo simbolik tregon se Islami e ndërton historinë e shpëtimit jo vetëm mbi figura mashkullore, siç bëjnë shumë ideologji dhe fe të tjera, por
e vë theksin mbi sakrificën dhe durimin e pashoq të një gruaje, në rastin konkret të një nëne. Një obligim tjetër gjatë haxhit, Arafati, dita e barazis absolute ndërnjerëzore. Kurani thot el hajju Arafa, haxhi është Arafati. A jeni të më kuptua? Haxhi është Arafati. Përse, o njerëz të mirë, në Arafat zhduken të gjitha hierarkit. Dhe pikërisht aty, në një vend ku të gjithë në ndjelin përcëllues janë të barabartë, Muhammedi alayhi salatu wassalam pikërisht aty e mbajti kë hutbën lamtomirëse dhe shpalli me këtë fjalë. Nuk ka e përsi Arabi ndaj jo Arabit, e as jo Arabi ndaj Arabit, përveç me devotshmëri. Devotshmëria, miq, mesazhi kryesor dhe dallues midis njerëzve që del nga Arafati, ibadetit, farzit të haxhit, i jep edhe një dimension shumë më të fuqishëm se dimensionet të cilat i përmenda deri më tani. Në kohën kur e gjithë bota, e ta përmendi edhe Evropën, ishte e ndarë në kasta dhe perandori, Islami shpalli barazin universale të njerëzimit si parimin bazë, mbi të cilën do të përhapet feja, do të krijohet kultura islame dhe do të krijohet civilizimi islam, me pa pikë dyshimi, civilizimi më i fuqishëm, më i dobishëm, më frydhënës që ka pas ndonjëherë historia e njerëzimit. Haxhi përveç këtyre e ka dimensionin apo mesazhin edhe të unitetit të ummetit. Një nga ajetet më të rëndësishme për këtë temë, të cilën temë e cila e shpjegon haxhin dhe rëndësin, mesazhet, misionin dhe vizionin e haxhit, është ajeti i Kur'anit wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kaponi për litarin e Allahut dhe mos u përngjani. Al-Imran 103. Me gjithë atë dhe për fat të keq, ironia historike është se muslimanët sot mblidhen çdo vjet në këtë Mekë, në këtë kohë të haxhit në të cilën jemi tani, por megjithëse që mblidhen së bashku në një atmosferë që e ofron haxhi, ata largohen përsëri të përqarë. Ata falen drejt një qabeje gjatë kohës së haxhit, lexojnë Kur'an dhe dëgjojnë Kur'an të gjithë së bashku, pa marrë parasysh se prej nga kanë shkuar në haxh. Ata aty dhe gjithkund i besojnë një Zotit të vetëm, e ndjekin një profet, yll dhe drit fenar ndriques e kanë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Megjithatë, mbeten të ndarë edhe më tutje, edhe shumë e ma shumë duke u ndarë, politikisht, etnikisht, ideologjikisht, mbase për çudin edhe të vet islamit dhe për neverin e frymës islame, ata mbeten të ndarë dhe ndahen dit e ma shumë edhe mbi baza medhhebiste, të cilat atë shumë e kanë përqa ummetin dhe shoqërinë muslimane. Kjo tregon se forma e unitetit në fakt ekziston gjatë kohës së haxhit, por përmbajtja e këtij uniteti mungon, sidomos sot
ndër muslimanët kudo qofshin në botë. Dikush, me që e përmena në fillim të videos, mund të shtroj pyetjen, po i përmen këtë gjana, Mustaf, por mos po do me thonë se është deformue haxhi. A është deformue haxhi? Unë mendoj se këto, unë dhe të gjithë do të flasim me kujdes dhe flas me përgjegjësinë më të madhe. Vetë haxhi si haxh, si obligim islam, si njëri nga 5 shtyllat e islamit, nuk është deformuar dhe askush nuk mund të deformoj, por është deformuar mënyra se si shumë njerëz e përjetojnë atë dhe se si shumë njerëz harrojnë mesazhin kryesor, të cilin e jep haxhi, cili është ai uniteti dhe barazia ndër njerëzore. Pra, nga forma e jashtme, haxhi kryhet thuajse njëjtë, siç është krye para 1000 vjete, por ka pësuar transformime serioze, karikature në përmbajtjen e saj. Haxhi i tanishëm nuk është haxhi i kohës së Muhamedit alayhi salatu wassalam, as i kohës së gjeneratës së ymmetit, gjeneratës së pejgamberit, brezit të parë, për të cilët Kur'ani tha, tilke ummetun kad khalet, kuntum khajre ummetin ukhrijat linnas. Jeni gjenerata, brezi më i mirë që ka pas ndonjëherë historia njerëzore. Një ndër arsyet, shkaqet, që atë ymmet të asaj gjenerate të parë, të shokëve të pejgamberit, dhe gjenerata e dytë edhe e tretë, cilësohen me këto fjalë, është edhe roli i haxhit, praktikimi i haxhit dhe kuptimi i haxhit ashtu siç porosit Allahu i Madhreshëm dhe siç e kishte praktikuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kështu, në vend të vend pastrimit në haxh, në vend të reflektimit, në vend të solidaritetit, shfaqen shpesh konkurenca sociale, edhe brenda haxhit e lemo jashtë haxhit. Shfaqet prestigje, madhështia e njerit mbi tjetrin. Shfaqet konsumimi, la tusrifu, thot Kur'ani, mos harxhani tepër, sepse do të përgjigjeni për çdo gjë, të cilën si e keni fituar dhe ku e keni harxhuar. Shfaqet luksi enorm, sidomos i këtyre 10-15 viteve të fundit. Shikoni sot panoramën e haxhit, të Mekës aty, të Qabës e kam fjalën. Pranë Qabës janë ngrit hotelet më luksoze, ultra luksoze të mundshme. Sot ofrojnë kompanit e turizmit paketa VIP që kushtojnë në 10.000 dollar. Tek shqiptarët tani, por tek të tjerët më herët, në një kohë kur kam qenë në Dubai, paketat VIP kanë qenë marramence, veç ka nuk na thëshin dhe nuk na ofrojshin me na bajt në shpinë, edhe me para me i paguar edhe leximet e atyre duave e lutjeve e namazeve. Aq shumë VIP e aq shumë super luksi e ultra luksi ka shkue në maje të jetës. Të gjitha këto lukse bëhen në një kohë kur haxhi po thet për solidaritet, për unitet, për barazi, luksi bëhet këndej në mënyrë enorme për haxhin, ndërkohë miliona musliman dhe jo musliman në botë jetojnë në varfëri ekstreme, gjë që krijon një tension moral dhe
që meriton diskutim serios, jo vetëm nga une këto, teksa e shfaqet këtë qëndrim timin kritik ndaj kësaj që është duke u bërë sot, jo vetëm ndër shqiptarët, por ndër të gjithë besimtarët, të cilët e kanë harruar mesazhin dhe misionin e haxhit dhe e kanë shndruar haxhin në një turizëm që e ka humbë edhe përmbajtjen e tij. Paradoksi tjetër, miq, lexojmë në përburime të ndryshme se përgjatë një viti për umre e për haxh besimtarët musliman në përbot harxojnë diçka mbi $100 miliard. Nëse shumat globale të lidhura me haxhin, me umrën, me transportin, me hotelerin dhe shërbimet e tjera arrin pra në mbi $100 miliard në vjet, pyetja më nuk është nëse këto para duhet shpenzuar apo jo, sepse ka dalë jashtë binarëve të normales, por do shtruar edhe një pyetje tjetër aty. Apo prodhojnë ato shpenzime rezultatet morale dhe shoqërore që ka synuar dhe i synon Islami? Apo arrihen ato objektiva të cilat i ka synuar dikur dhe i synon tash ibadeti i haxhit? Nëse pas haxhit, miq, këto mbajeni mend, e kam shpjeguar shumë herë në format të ndryshme, edhe si një nga 5 stacionet e karburanteve. Një nga 5 stacionet e jetës të karburanteve, nëse pas haxhit nuk zvoglohet varfëria, nuk forcohet uniteti, nuk arrihet drejtësia, nuk shkon drejtësia në një nivel më të lartë se çka qenë para haxhit, atëherë duhet pyetur saktësisht nëse po realizohet misioni i plot i këtij institucioni të haxhit. Le shumë për të dëshiruar. Çfarë duhet bërë? Bota islame nuk ka nevojë me e ndryshue haxhin. Ajo ka nevojë ta rikthej filozofinë e haxhit. Haxhi duhet të jetë universiteti i unitetit, duhet të jetë akademia e barazisë, duhet të jetë forumi i zgjidhjes së problemeve të shoqërive muslimane dhe mbi të gjitha duhet të jetë shkolla kryesore e drejtësisë sociale ndër muslimanët. Çdo haxhi do të kthehet në vendin e tij pasi ta kryen haxhin si një ambasador i reformës morale. Nëse kthehet i njëjtë siç ka shkue, obligimin e ka kry, por mesazhin nuk e ka çuar në vend. Ndërsa mesazhi i haxhit është shkaku për shkak të cilit Allahu Gjelle Shanuhu e bën farz haxhin. Nëse miliona njerëz, miq, kthehen nga Meka pa ndryshuar asgjë në vetvete dhe në shoqëritë e tyre, atëherë pra, e them dhe e përsëris, rituali është kry, por nuk është realizuar porosia kuranore, kërkesa e Allahut dhe tradita e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kriza e botës islame sot nuk qëndron tek numri i vogël i haxhive apo tek rënja e dëshirës për të vizituar haxhi. Tek e fundit, çdo vit me miliona e miliona njerëz kryejnë farzin e haxhit. Kriza qëndron tek mungesa e frymës së haxhit. Haxhi është kriju për ta shkrirë ose për të shkrirë dallimet racore, klasore, medhebiste,
politike ndërnjerëzore. Sot shpesh këto dallime shfaqen për çudinë tonë edhe brenda kohës së haxhit. Haxhi është krijuar për ta bashkuar ummetin nën një fjalë të Allahut, la ilahe illallah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kaponi për litarin e Zotit dhe mos u ndani mes vete. Ju pes juve, miq të dashur, dëgjoni ligjërimet nëpër xhamia. Shikoni kolegët e tanë nëpër studio, nëpër rrjete sociale, nëpër video. Lexoni ata nëpër libra të cilat i shkruajnë gjithandej nëpër botë. Çfarë uniteti paraqesin sot besimtarët, njerëzit, liderët, imamët, hoxhallarët, dietarët e këtij ummeti? Çfarë uniteti kanë krijuar tani? Në një kohë kur përçarja është bërë fenomen i përditshëm, ndërsa thirrja për unitet, apo edhe më pak, uniteti faktik është bërë një luks për të cilin duhet të pritet shumë e shumë gjatë dhe i cili nuk shihet as në fund të tunelit. Pra miq, haxhi është e ka bo Allahi farz për të i kujtuar se njeriu është kalimtar në këtë botë dhe se vetëm Allahu xhalleshanuhu është i përhershëm. Por në këtë epokë moderne shihet se rrezikohet jeta e besimtarve thuajse më shumë se e të tjerëve, pikërisht nëpërmes komercializimit të ibadetit, jo vetëm të haxhit, por edhe të namazit, edhe të Ramazanit, edhe të iftarve. Është bërë spektakël. Njerëzit sot, besimtarët sot, në vend që të vrapojnë ka përkushtimi modest, në vend që të vrapojnë ka përjetimi shpirtnor i një ibadeti, muslimanët sot vrapojnë pas spektakleve dhe logjikave të tregut. Sikur në rrjetet sociale, sa vjusa dhe sa shikime e sa lajka ke marrë, besimtarët sot krenohen me numrin e besimtarve në xhamia, me numrin e njerëzve që shkojnë në haxhi. Kompani turistike që çojnë njerëz në haxh krenohen me numrin që ju i sjell përfitime të haxhive që shkojnë nëpërmes tyre. Por unë, për fat të keq, asnjë nga këto kompani, asnjë nga këta njerëz nuk i kam dëgjuar të bëjnë reklamimin se do t'ju bëjmë të përjetoni thellësisht modestien dhe shpirtnorën e haxhit siç e ka pas pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe gjenerata e parë, e dytë dhe e tretë, për të cilët Allahu xhalleshanuhu thot kuntum khayra ummetin ukhrijat linnas. A mund t'ju thuhet besimtarve të tanishëm në botë, kuntum khayra ummetin ukhrijat linnas, se jeni populli ummeti më i mirë, shoqëria më e mirë. Me çfarë besimtarët e tanishëm, muslimanët e tanishëm, me çfarë do të krenoheshin para të tjerëve, përveç me harxhime enorme, kundër të cilave në mënyrë strikte, rigoroze del Kur'ani madhreshëm, la tusrifu, mos harxhoni tepër, sepse israfi, harxhimi i tepërt, komercializimi i ibadetit, komercializimi i haxhit, VIP-t, paketat super ultra luksoze vinë në kundërshtim me porosin edhe të këtyre ibadeteve në përgjithësi e domosdo edhe në kundërshtim me frymën dhe mesazhin e Kur'anit. Prandaj, miq, nuk është më rëndësi sa njerëz shkojnë në haxh, por
E rëndësishme është sa prej tyre e sollën përsëri në jetë mesazhin e Ibrahimit a.s. Haxherës, Muhamedit, kur u kthyen në shtëpit e tyre. Përse Ibrahimit a.s. Përse ndërthurët me ndërtimin e Qabës. Historien e dini dhe këto nuk dua ta përsërite. Save në haxhive tanë shqiptar kur shkojnë atje, ju spjegohet misioni spektakolar i Ibrahimit a.s. Për ta përjetuar prezencën e vetë haxhiu atje, se është duke hecur në për gjurmët dhe fërkemat në të cilat ka ecë dikur Ibrahimi a.s. Një njeri me peripeci të pashoqe në jetën e tij. Një njeri i cili dallohet për nga dhuna, për nga vështërsit, për nga sfidat me të cilat është ballafaquar në jetën e tij. Dhe megjithatë mbetet stoik. Kishte problem me prindin e tij, me babain e tij, i cili propagandonte se i biri i tij ka lujt menç. Po do me na i thyje, me na i prishe, me na i diskreditue zotnat, sepse Azeri, baba i Ibrahimit, ishte marangoz, ishte zdruktar, maronte zotna dhe ishin të në pazar. Babaj në një qosh, duke thonë se i biri im atje, në hijen e Qabës, është i çmendur sepse po thret në një zot, ndërsa Ibrahimi a.s. duke dash që të ruaj babain e tij, të mos e ofendoj në syrin e njerëzve, thërte dhe thashte se Allahu është një. Mënyra e jetesës deri tek hedhja në zjarr për t'i ndajtur besnik misionit dhe idealit të tij është një nga mësimet të cilat duhet të shpjegohen haxhive gjatë kohës së haxhit, që Islamin, si që kam thënë më shumë se njëherë, ta zbresin në tokë dhe jetën e Ibrahimit a.s. ta shpjegojnë me terminologjin e përdiqëmërive tona, sepse edhe sot njerëzit i kanë po të njëjtat sfida. Tjetra, haxheria, Allahu pasqet i knaqur me te. Një grua, një nan, e ballafaquar me të gjitha sfidat dhe me vështërsit më të mëdha, mbeti stoike në rritjen dhe edukimin e evladit të saj. Ajo nuk heqi dorë nga parimet bazë njerëzore, si nën që ishte dhe duhej të ishte, dhe nuk heqi dorë nga parimet bazë morale islame të kohës së saj. Në të njëjtën kohë, Muhamedi a.s. peripecit e tij, vështërsit e tij, misioni i tij, se pse pikërisht në haxh, pse pikërisht në haxh e në Arafat, ju drejtohet me mesazhin se nuk kanë dalim të bardhët prej të mormëve, të kuqet prej të kaltërdve, dietarët prej jo dietarëve, në Arafat dhe në jetë tek Allahu i Madhreshëm, takvaja, devotshmëria, besimi i sinqert dhe solidariteti, barazia dhe ndihma ndërnjerëzore është parimi mbi të cilën ngritet Islami dhe kultura njerëzore. Pra miq, filozofia e thellë dhe largpamse e Islamit që ndërthurët me haxhin është esenca dhe zemra që kanë ndihmue në zhvillimin historik të vetë Islamit. Islami apo Kurani nuk është shpall i tëri për njëherë. Shpallja e Kur'anit
është bërë për një periudhë 23 vjeçare miq. Po duhe me shpjegue pse haxhi është farzi i pest i cili renditet në listën e farzeve të islamit. Për gjatë 23 vjete pejgamberi alayhi salatu wasalam bën përpjekje gjigante që ta çoj mesazhin dhe misionin e Zotit të cilën e kishte hedhur mbi supe. Dhe që ta dini, renditja e farzeve, shahadeti, namazi, agjënimi, zeqati dhe farzi nuk janë të renditura rastësisht. Pra kushtet themelore të islamit janë obliguar si pas një radhitjeje të logjikshme në kohën e pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe që do të na shërbente si shembull edhe sot pas 1500 vjete pas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu vesselam. Shumë ajete kanë zbritur si përgjigje për çështje konkrete të jetës së atjeshme. Shumë ajete kanë zbritur si përgjigje ndaj pyetjeve të cilat i preokuponin besimtarët, por ka pas edhe aso pyetje, përveç atyre dogmatike, rregullave të prera islame, të cilat ajete kanë zbrit edhe si prerogativa, si ndriçime dhe fenare të jetës së ardhshme të besimtarëve. Fillimisht kërkohet nga njeriu renditja e farzeve në islam. Dhe po e përfundoj këtë video. Fillimisht kërkohet kush kelime shahid. Shahadeti la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Besimi në një Zot, se s'ka Zot tjetër përveç Allahut. Se besimi në një Zot, monoteizmi është baza mbi të cilën ndërtohet e tërë struktura dhe superstruktura islame. Fjala kryesore, misioni kryesor, mesazhi kryesor dhe përpjekja kryesore dhe më gjigante e pejgamberit dhe të gjithë profetëve përgjatë gjithë historisë është monoteizmi, që të ketë një epicenter, që të ketë vetëm një Zot, vetëm një Allah i cili duhet të adhurohet. Më pastaj namazi obligohet në kohën e Mi'rajit. Atëherë kur pejgamberi alayhi salatu vesselam ende këshyrej me skepticizëm në shoqërinë e tij në Mekë dhe bëhet farz namazi, lidhja nyjore e njeriut me Allahun e tij pikërisht në Mi'raj, për t'ja bërë pastaj edhe besimtarve pas Muhammedit a.s. çdo namaz kalim në Mi'raj. Andaj e thuhet Allahu Ekber, me hedh dynjan dhe dynjallakun pas shpinde, që të komunikohet me Allahun pa perde. Nëse ti nuk e sheh atë, ai është duke të parë ty. Pra, pas shprehjes dhe besimit të palëkundur në Zotin se është i vetmi Zot Allahu, Zoti kërkon lidhjen e tënde personale me Zotin e Madhreshëm. Pastaj kalohet në rrafshin e tretë, derisa besimtarët po rriteshin. Shoqëria muslimane po rritej. Muslimanët u detyruan të shpërngulen, të bëjnë egzot, të bëjnë hijret, diasporë dhe mërgat nga Meka e tyre e dashur në Medine. Tani erdhi koha e krijimit dhe konsolidimit të shoqërisë së parë muslimane. Duke e ditur pejgamberi alayhi salatu vesselam, të cilën e mëson të Gjibrili nga Allahu i Madhreshëm, se pa të mira materiale, pa themele
materiale të forta, nuk mund të konsolidohet një kulturë për të bërë nesër civilizim, obligohet në vitin e dytë zeqati, që zeqati më pastaj është themeli i solidaritetit ndër musliman, mbi bazën e së cilës fillon të krijohet kultura, shoqëria dhe civilizimi më i madh që ka pas njerëzimi. Nëpërmes zeqatit, si i treti në radhitje, kërkohet që të jepet për shoqërinë, për njerëzit, për ata që kanë nevojë, për nevojat shoqërore, gjithë atë me të cilën ti obligohesh. Që ta dini edhe këtë, në fillim kur obligohet zeqati, kur bëhet farz, ka qenën i lirë dhe i pa prerë se kuj dohet, sa dohet e qysh dohet. Bile ka qenë mbi baza vullnetare. Por, Kurani porosit, jepni dhe tregohuni solidar. Më pastaj, shihet se vetëm me solidaritet dhe me vullnet të mirë nuk mbahet shoqënia dhe shteti, dhe bëhet obligim, njëri prej 5 obligimeve të islamit. Si shoqëri e tillë, e cila po pasurohej, kërkohet nevoja në ndërkohë që të përjetohet në shpirt, të përjetohet në individum, secili besimtar të përjeton thellë gjendjen e rënd ekonomike të personit tjetër. Bëhet farz agjerimi, si një solidaritet individual i njeriut me Allahun e tij, për t'i treguar njeriut Zoti se nuk është lehtë të mos kesh, nuk është lehtë të kesh nevojë, qoftë edhe për një iftar, një shujt buke. Andaj, përjetoje këtë dhimbje, përjetoje këtë vështërsi dhe ndjeje kënaqësinë derisa ti je duke u larguar nga pasionet, epshet, pijet dhe ushqimi përgjatë ditës. Për shkak se të ka porosit Zoti dhe për shkak se e ndjen gjendjen dhe pozitën e atij që është i tillë. Pasi të rregullohen këto prerogativa dhe të qitet në themele shoqëria e parë islame në Medine, tani po kërkohet ma të implementohet sekuenca kryesore e islamit në bazën shoqërore, dhe ajo është universalizmi i islamit. Rahmeten lil alamin, derisa pejgamberi po friksohej, po shqetësohej, po ndjehej rënd se nuk po e çon misionin si dohet e sa dohet përpara, derisa në shpirtin e tij po përjetohej një ngurtësim se mund të dështoj, jo pse kishte dyshim në Allahun, por kishte dyshim në vetvete, kishte frikë nga vetvetja, nga lodhja e tij, se nuk do ta çon misionin përpara. Në Mekë dhe Medine, Allahu papritmas i tha rahmeten lil alamin. Leti Mekën dhe Medinën. Nuk jemi të folë këtu për një çështje kaq parciale, kaq të ngushtë mbi baza të një fshati apo qyteti. Rahmeten lil alamin, shpallë islamin drejt çdo cepi të botës. Universalizmi pra është shahdamari dhe esenca kryesore të cilën Allahu Gjellëshanuhu e promovon pikërisht nëpërmes ibadetit të haxhit. Ibadeti i haxhit, përveç që është obligim personal i secilit, misioni i tij është barazia, humaniteti, toleranca, drejtësia dhe të qenurit të njëjtë me të gjithë njerëzit para Allahut të madhreshëm. Mesazhi kryesor pra
i haqit nuk është që të shkohet në haqë, e kreve obligimin dhe u ktheve në shtëpinë tënde, por që ta bartësh me vete hijen dhe mesazhin hyjnor të universalizmit islam. Universalizëm i cili dhe në të cilin në fakt bëhet thirrje për një organizatë të kombeve të bashkuara njerëzore. OKB-ja që është në New York, në fakt esenca, filozofia e saj fshihet pikërisht në ritualin dhe në ibadetin e haqit. Haqit, për fund të fundit, si një obligim islam, sot është ndruar në një turizëm që ka humbur frymën e të qenurit obligim për një universalizëm dhe për një barazi ndërnjerëzore. Islami i jep rëndësi të madhe ecjes në tokë. Dua të arsyetoj edhe sekuencën e turizmit. Po, edhe si turizëm e ka rëndësinë e vet. Ecja në për tokë, marrja e mësimeve nga të tjerët, mësimin nga përvojat në fakt është thirrje dhe porosi islame, por në asnjë mënyrë ibadetet të shndrohen vetëm në forma të jashtme, të mbesin vetëm lëkurë e jashtme, duke e humbur përmbajtjen dhe brendësinë e saj. Haxhi i vërtet është të kuptuarit si obligim islam, të ndjehet si frymë të cilën e ka promovuar islami dhe natyrisht të dilet dhe të vizitohet shtëpia e Allahut, qabja e madhërishme e bekuar, xhamia e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të njihen me kultura të ndryshme dhe të kthehet pastaj si misionar, si një njeri i cili duhet të bëj reforma morale, mirësie, fillimisht në shtëpitë e tyre. Vetëm kështu, kur kuptohet haxhi, ne e kemi kuptuar edhe përmbajtjen, edhe esencën, por edhe simbolikat dhe mesazhet që i jep haxhi. Deri në një video tjetër, mirupafshim.